Dita e sotme ishte me shi dhe me diell, Cifti Elli dhe Lunushi u kënaqën shumë me shopping dhe me vizitën tek Latitude. Ata pozuan foto e i bën foto Lunushit duke luajtur dhe vrapuar ditën e sotme. Nuk e patën thjesht një ditë zbavitje, por dhe një ditë të bukur në kujtimet e tyre, ku fiks si sot para 2 vjeteve Kiara ishte shtatzan dhe bëri gender revealing ku do të zbulohej gjinja e bebushe Lunushit mes Ciftit. U shkëmbye puthja me emocion që për herët e parë do të beheshin prindër të një vajze kaq të bukur. Me tiparet e babi Luizit për Ciftin dhe për ne ka qenë një lajm i gëzuar, ku pak kohë mbasi Cifti filloi të jetonin bashkë mes tyre, erdhi një engjell ku Zoti i bekoi me vajzë. Luizi kur u pyet për vajzen, ai u përgjigj capaculja e babit me pas gocje i bekum. Capaculja është për baben, ndërsa capaculet cunat do me thënë janë për mamat. Ai u ndjej i kënaqur dhe mezi e priste t'i vinte Lunushi në jetë. Përveç kësaj, Luizi shtoi se donte një vajzë tjetër. Me sa duket Luki ja ka ndjerë lezetin gocave dhe i kërkoi Kiarës sa në formë shakaje aq dhe të vërtet në sytë e tij kishte dritë dhe fjala e tij doli nga goja plot bindje, ndërsa Kiara e do një fëmijë të dytë, por sa të rritet dhe pak Lunushi. Jemi të sigurt që dhe bebushi apo bebushja dytë do të jetë si dritë. Lunushi do të behet ose me vella ose me motor. Jurojmë Ciftit t'i bëj sa më shpejt një bebush tjetër, ku Lunushi të luaj edhe të kujdesen të dyja me mami Kiarën për bebushin tjetër. Deri atëherë ne jurojmë Ciftit të kene jetën e lumtur pranë njëri tjetrit e me jetët e gjatë. Lunushi që po rritet e lumtur me buzëqeshjen e prindërve. Çdo ditë në vijim do t'ju shfaqim disa foto nga momenti i 2 viteve me parë ku u zhvillua gender reveal i parë i Ciftit Elli. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.